Egli është në gjendje shumë të rëndë, zbulohet e vërteta, ja çfarë po ndodh me ish banoren. Një video e publikuar në TikTok ka shkaktuar bujë, duke pretenduar se Egli Tako është në një gjendje të rëndë depresive. Ky postim, i bërë nga një përdorues që paraqitet si gazetar, pretendon se ka marrë informacion nga një mjek të cilin e prezanton si Zoti Vasko, por pa zbuluar identitetin e plotë të tij. Pas një kërkimi të thjeshtë, rezulton se nuk ekziston asnjë psikolog i njohur në Shqipëri me këtë emër, duke ngritur dyshime mbi besueshmërinë e lajmit. Kjo situatë ka sjellë shqetësim mbi mënyrën se si individ të ndryshëm mund të përhapin informacione të rreme për gjendjen shëndetësore të personazheve publik, pa asnjë konfirmim apo verifikim të saktë. Deri më tani, Egli nuk ka bërë asnjë deklaratë mbi këtë çështje dhe nuk ka asnjë burim zyrtar që të konfirmojë pretendimet e bëra në TikTok.